Mirë se vini në një tjetër epizod të podcastit Mekast, aty ku flasim me njerëz që kanë diçka me vlerë për të thënë dhe janë këtu Mekast. Sot kemi kënaqësinë dhe nderin të mirëpresim një nga zërat e besueshëm në fushën e shëndetit të fëmijëve, doktoreshën Emirjeta Bajrami, neonatologe dhe pediatre, e përkushtuar prej vitesh në kujdesin ndaj jetës më të brisht të foshnjave të posalindura, pastaj edhe kujdesit ndaj fëmijëve në vazhdimsi. Në këtë bisedë do të flasim për gjithçka që ka të bëjë me muajt e parë të jetës, nga kujdesi në repartin e neonatologjisë, zhvillimi, vaksinimi, ushqyerja dhe sfidat që përballojnë prindrit e ri, tema delikate por jetike që e prekin çdo familje. Mekast mbështetet nga Spitali Fatim, një qendër moderne mjekësore që ofron kujdes të specializuar me shërbime ginekologjike, pediatrike, kardiologjike dhe kirurgjike e shumë të tjera. Sigurisht me një ekip të profesionistëve të cilët po I klikuat në rrjetet sociale mund të merrni më shumë informacione, të shihni se për çfarë keni nevojë, sigurisht edhe të bëni terminin tuaj për të kërkuar, le të themi, trajtim, diagnostikim, por gjithmonë edhe parandalim të sëmundjeve, sepse kjo është shumë e rëndësishme. Tani po kthehemi te doktoresha këtu në studio. Fillimisht doktoresh, faleminderit që jemi neve. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Shumë emision I mirë. Është kënaqësi. Po e nisim doktoresh me vizitën e parë pas lindjes. Është shumë e rëndësishme dhe është shumë stresuese edhe për prindrit, sepse gjithmonë kur do ta takosh doktorin dhe të shohësh nëse gjithçka është në rregull, është një stres I madh. Si është kjo vizitë? Vizita e parë është shumë e rëndësishme. Do me thënë, vizita e parë që I bëhet bebit është menjëherë pas lindjes, në sallën e lindjes. Aty përballemi me fillimin e jetës të bebit në këtë botë, është shumë e rëndësishme dhe ajo, mandej kontrollimi I organeve vitale, mandej përcjellja, do me thënë, minutat e parë të jetës që thuhet ora e artë. Është shumë e rëndësi edhe ora e artë të jetës. Pastaj vizita e parë është pas 3 ditë deri në 7 ditë pas I lëshohet bebi në shtëpi. Shumë është e rëndësishme vizita e parë, pikërisht për shkak të ankthit të prindve për gjendjen e fëmijës, për gjendjen e foshnjës. Shpesh kur jam në kontakt me prindrit I them, ne kemi të bëjmë me foshnjë të shnosha, veç është kontakti me prind edhe këshillat që I japim prindve shumë të rëndësishme. Në vizitën e parë e kemi të rëndësishme normalisht të kontrollojmë spaku së pari, si qasje e parë ngjyrën e lëkurës bebit, se janë të rëndësishme ditë e para se bebi mundet me qenë zverdhur, për shkak se mëlçia si organe merr funksionin pak më ngadalë, edhe bebët shpesh janë të zverdhura. Zverdhja lejohet një zverdhje lehtë te foshnjët, mirë, po gjithmonë kemi e masim edhe biliçekun, do të thënë bilirubinën transkutane, mandej do të thënë që nga koka, matja e fontanellës, reagimin e dritë, normalisht në dëgjem, si dhe mandej hapësirat e gojës, dëgjimi I organeve vitale, zemrës, barkut, do të thënë është shumë e rëndësishme. A dallon kjo te djemt dhe te vajzat, a kontrollohen edhe organet gjinitale? Organet gjinitale kontrollohen, nuk ka ndaj specifik tjetër të rëndësishme përveç kontrollimit dhe organeve gjinitale. Do të thënë organet tjera I kemi njëjtë përveç organeve gjinitale, do të thënë ajo normal që kontrollohen te dy. Se diskutohet shumë në rrjetet sociale kjo çështje e testikujve të djemt, është poshtë, është lart, kontrollohet në vizitën e parë apo jo? Kontrollohet pas lindjes menjëherë, edhe në vizitën e parë, do të thënë gjithmonë prind e kanë një informat, mirë, po normalisht ditën e parë nanave nuk është që ju japim shumë informat për gjendjen e testikujve ose ndryshimet në pesikujin ovarus, do të thënë kur janë këto ekstremitetet që janë shumë jetike për ato minutat e para, nuk I tregojmë ditën e parë për shkak se në shqetësimi I nanës është shumë më I madh. Nganjëherë I tregojmë prindit, babës, mirë, po e kursejmë ditën e parë, mos japim lajmet këqija të panevojshme nuk japim. Do të thënë, zakonisht këto të nevojshme të jepen në vizitën e parë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme sepse normalisht duhet të punojmë edhe në ruajtjen e shëndetit mendor të nënës që është shumë fragil pas lindjes. Doktoresh, tjetër çka I kushtojmë shumë rëndësi në vizitën e parë është edhe gjithënia ose ushqyerja e bebës. I marrja informata se si po ushqehet bebi, a ushqehet me formulë, a ushqehet me qumshxhirit apo me kombinim. Shumë është me rëndësi edhe nëse ushqehet me qumshxhirit të bëhet një kontroll e nanës si e vendos ngji, a ka domethënë problem
probleme me gjidënje dhe këtu, si dhe edhe nëse mbahet me formula ato ditë e para, jepet informat që nuk është dëvon prap të vazhdohet me qumsht të gjirit, se nuk është që din bebi shumë, se shpesh i kemi disa informata jo të sakta që bebi është mësu në spital me qumsht formule dhe tash nuk pëdon me marrë gjinin, ato nuk qëndrojnë, bebi nuk është që mban mend atë shumë, nëse insiston edhe ke besim që keme dhonë gji, keme vazhdu me gjidhenje. Do me thënë, shpesh në vizitën e parë vendoset edhe vazhdohet me gjidhenje, edhe pse diri atë ditë, do me thënë, dështë atë dita e 5, 6, 7, ka vazhdu me formull, prej asoj dite vazhdojnë me gjidhenje. Kem pas disa raste që kanë vazhdu me andi dhe kanë qenë shumë falenderius. Doktorish, cilat janë arsyet më të shpeshta për të cilat dështon gjidhënia, përveç kësaj që e përmendet, mund të jetë mësuar me shishe gjatë qëndrimit në spital, për të tjera? Shumë e rëndësishme, nana me pas besim që ka me mbajt bebe në gji, shumë e rëndësishme informatat e rrethit që jonë nga një herë të panevojshme, ju pas ka bu kështu, ju nuk e ke qumshtin e mirë, dhe me thonë, prej fillimit duhet me qenë nana në kontakt me profesionisht shëndetësor, të merre informatat e sakta për gjidhenje dhe jo nga një dhe rrethës sociale kur janë informatat e pa duhura, jo të sakta, bëjnë që nana mos me pas sukses në gjidhenje. Unë mendoj që mbi 70% ndoshta kishin pas me mbajt beben me qumshqirit, nëse s'kishin qenë disa informata dhe disa këshilla të panevojshme. Ndoshta. Fiks, këtu po du me dalë të ajo që ndoshta edhe interneti, po na mbi ngarkon shumë, Dr. Google që i themun në çdo me kast e kemi këtë diskutimin e Dr. Google. Dr. Google ndoshta ka informatat pasakta, kjo ChatGPT po m'pëlqen, po m'pëlqen se disa informata shumë të sakta, dhe po m'pëlqen, edhe nanave ka njerë pju them, konsultani se nuk ishi keq. Google ka njerë merr informata dhe prej forumeve të ndryshme dhe nuk është që janë gjithmonë të sakta. Në Google duhet të dini ku po drejtoheni në cilën adresë, se nga njerë ka informata jote. Këtu është problemi që pastaj shumë edhe nuk dinë se ku është informacioni sakta dhe munden me na dalë të lashtet të tjera. Doktorish, prej momentit që lindim, ne vaksinohemi për të mbrojtur nga sëmundjet. Dhe tashmë po e bëjmë një diskutim shumë të madh për vaksinat. Një imunizim e kemi edhe para se të lindim. Do me thënë, imunizimi kalon prej nanës përmes placentës te fushnja. Mandej pas lindjes me qumsht gjirit, shpesh ju them, mos e ndalni kulloshtrën, se kam dëgjuar që disa e dirdin kulloshtrën, mos e ndalni se edhe imunizimi kalon imunizim pase përmes kulloshtërës, se ka shumë proteina, cilat janë antitrupa ose imunoglobulina që e imunizojnë bebin. Mandej pas lindjes, do me thënë momentet e para që mundemi, duhet jepet bebit vaksina kundër tuberkulozit dhe hepatitit B, që do me thënë tani jepet në QKMF-ja, do me thënë në qendrat kryesore të mjekësisë familjare, e pastaj me vaksinimin, do me thënë në muajin e parë prap është vaksina për hepatitin B, pastaj është vaksina heksavalente, si i thuhet, kundër 6 sëmundjeve, dhe tani është edhe për pneumokokun dhe adenovirusin, rotavirusin, do me thënë është shumë e rëndësi bebi të vaksinohet. Prej smundjeve që mbrohemi prej vaksinave, nëse kishim qenë të atakuara prej atyre smundjeve, normalisht populata kishme qenë në numër shumë të vogël se që jemi tani. Vaksinat janë shumë të dobishme dhe nuk janë shumë mirë të testuara, nuk ka shumë efekte anësore si nga një herë i kemi informatat në rrjetet sociale. Doktorish, kur vijnë prindrit në vizitë, a hasni në prindër të cilët hezitojnë të vaksinojnë fëmijët e tyre? Tani kohën e fundit edhe më shumë, do me thënë, nga një herë thuhet që edhe kur e lën dorë një armë te njeriu i paduhur mundet me bë dëm, tani me rrjetet sociale ju ka dhënë mundësia gjithkujt mundet mu shpreh. Mandej ndoshta nuk ka pas fare ndikim vaksina në atë shëndet aty fëmije, mirë po çaq shumë reklamojnë atë punë sa normalisht mandej prindër hezitojnë.
Më herët nuk kam pas shumë pacientë që janë anku ose më kanë pyet kaq shumë sa më pyesin tani për vaksina, tani shumë hezitojnë edhe shumë ka pyetje për rreth vaksinimit. Edhe domethënë ka njerë kalon edhe në personale të fëmijën e tuaj ke vaksinu gjithmonë. Na me nxispresi me ardhur një vaksinë e re, se vaksinat pa testu mirë nuk është që dalin në treg. Është tjetër sen ka qenë vaksina e Covidit, mandej se prapë dhe pacientët po Covidin e ke marrë. Ajo ka qenë një urgjencë, ajo ka qenë është normalisht ka qenë e kohës edhe nuk ka mund mu bo studim se ka qenë jetike për atë kohë. Ndërsa vaksinat që i marrin fëmija tani janë shumë mirë të testuara. Normalisht në shtetet e huaja ka vaksinë edhe për varicellën, që të ne ende nuk ka ardhur dhe çdo fëmijë kalon varicellën ose linë e ujit që i themi ne. Në Gjermani vaksinohen për varicellë, domethënë ata as nuk e diskutojnë këtë punë, po tani mas pari me kalune për diskutime të forumeve mandej. Domethënë vaksinat gjithmonë janë shumë të testuara dhe duhet të merren për nga ana e fëmisë. Smundjet që mbrohet për fëmia prej asaj vaksine janë tepër më të rënda dhe vdekje prurse shpesh. Është për shembull poliomieliti, nuk është ç'është, domethënë e lën fëmin karrocë mandej ktheho dhe jepja vaksinën nëse mundesh me mbrija atë fëmijë. Po fiks, dhe shumë shpesh unë them se duke dashur me arrit një qëllim të cilin edhe vetë nuk po e din se cili është, po bëjnë dëme të cilat po na kthejnë shumë vite prapa dhe është punu shumë në çrrënjosjen e këtyre sëmundjeve. Tani prap më kthyer nuk është. Kjo është për shkak tash është arma, është kjo puna e mjeteve të informimit, rrjeteve sociale që mundet gjithkush më shprehë dhe mandej nuk është kjo jo shumë në rregull. Sigurisht që jo, dhe u dhanë mesazhe shumë të mira dhe profesionale nga ju doktoresh. Faleminderit, uroj që ky informacion të jetë vath në veshët e çdo prindi, edhe që do të bëhet prind, edhe që është prind, edhe që heziton me i vaksinu fëmijët e tyre. Doktoresh, kur flasim për zhvillimin psikomotor, shumë shpesh shoh nana të cilat bëjnë pyetje në rrjetet sociale për mënyrën se si zhvillohen fëmijët e tyre bazuar me moshën, dhe ne e dimë që jo të gjithë fëmijët janë njësoj. Por le të themi, cilat janë shenjat e hershme që mund të tregojnë pengesa në zhvillim? Normalisht, domethënë edhe në vizitat e para dhe në vizitat e rregullta që i kemi me foshnjët dhe me fëmijët mandej pas muajit të parë, është shumë e rëndësishme për cilësia e zhvillimit psikomotor të atij fëmije. Në muajin e parë nuk pritet shumë prej atij fëmijëve, mjafton me pas domethënë tonusin e mirë muskular dhe reaksionin e dritë në zhurmë dhe këto, mandej pas 8 javë mundet me qesh me zë, mundet më të përcjell me sy, domethënë në muajin e 4 i kap gjërat me dorë dhe i vendos në gojë, mandej ka fazën orale të zhvillimit kur çdo gjë e kap dhe fut në gojë se don me testu me domethënë është fazë orale e zhvillimit, mandej domethënë çdo moshë e ka caqet e veta që duhet t'i arrijë një fëmijë. Nganjëherë në këto caqe ngecin dhe duhet ta njoftojmë prindin dhe t'i tregojmë masat që duhet marrë gjatë zhvillimit të asaj foshnje, duhet përcillet. Edhe qëndrimi ul, domethënë e kemi një kohë që mundet me qëndru ul, domethënë prej muajit të 6 deri në muajin e 8 duhet i bëhet ushtrime me vendosme ndaj ul, kur fillon me ushqim me vendos në karrikën e vet, domethënë krejt këto hapa shkojnë varësisht çfarë moshe ka dhe zhvillimi i foshnjës. Këtu është zhvillimi i fëmijës. Këtu është domethënë me rëndësi bashkëpunimi i mjekut me prindin dhe përcjellja e atij fëmijë. Këtu është qëndron ajo dallimi i një prindi që ka përcjell te një mjek fëmin ose që ka shetit në për mjek tjerë dhe mandej asnjë mjek nuk merr përgjegjësi, se normalisht nuk e ka përcjell atë fëmijë. Është shumë e rëndësishme mu përcjell fëmia, domethënë me fazat zhvillimit mu përcjell te mjeku dhe me qenë informuar për ngecjet ose mangësitë që mundet mi pase. Sigurisht, kjo është shumë e rëndësishme, këtë po e them edhe nga përvoja, sepse doktorisht të them të drejtën në kohën kur jam bërë nën për herë të parë, pediatri i vajzës time urojt ma bëj halal. Se nuk e di, a ka pas ditë që nuk i kom shkru. Është domethënë kohën fillimin e mëmësisë, edhe unë shpesh ju them nanave që janë për herë të parë, e di që keni mëmthirë, e di që keni mëmshkrujt, është normale. Unë kam qenë doktorisht dhe kam pas nevojë me konsultu me dikën, dhe leje më nana që nuk ka shumë, domethënë informata për kamjekësia, është normale me pas me thirr na herë mjekun ose mi shkruaj
lujt ose me pas kontakt me çun vizit të fëmin ma shpesh kur je nën për herë të parë është pak ma e vështirë se normalisht nga njerë nanat edhe kanë fazën derisa do me thënë të lehonisë dhe normalisht ka nevojë pak ma shumë me pas kontakt me mjeku. Kolegët e juaja në klinikën e neonatologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës besoj që më mbajnë mend se sa shpesh kam shku pa pikë nevoje. Dhe unë kam pacienta që vinë pa pikë nevoje, nuk ju them që mos e janë edhe pse do me thënë derisa ta merr edhe na pse jemi spital privat nuk është që jemi do me thënë shumë komercial dhe vizitat i vazhdojmë do me thënë deri në muajin e parë, këshillimet e nanave janë të mirë se ardhura edhe ne i bëjmë, do me thënë falas nuk paguaj nanat për vizitat. Po sigurisht, por pastaj sikur kjo është një vizitë më shumë për nanën. Tash e shoh vetën dhe them më shumë ka qenë për mua se për vajzën. Edhe unë shpesh ju them nanave, ne kemi fushnjët e shëndosha, po normalisht për këshillimin me nana kemi pak më shumë vizita. Sigurisht, ne po shkojmë me pak muzikë të përzgjedhur për arsimit e po rikthehemi përsëri sepse kemi ende shumë pyetje për të bërë këtu me Kast. U rikthehemi përsëri me doktoreshën Emirjeta Bajrami, që është neonatologe dhe pediatre, për të biseduar më shumë rreth zhvillimit dhe rritjes së fëmijëve, atë se çfarë i shqetëson prindërit më shumë dhe sigurisht për të marrë informata të sakta, sepse gjithmonë unë e them, është më rëndësishme që ne të marrim informatë nga burimi i saktë dhe në këtë rast kush më mirë se profesionistët, ata të cilët janë shkolluar dhe vazhdojnë të jenë në edukim të vazhdueshëm profesional për të sjellur më të rejat nga bota dhe kështu është doktoresha Emirjeta e cila është sot këtu me neve. Faleminderit edhe një herë doktoresh që je këtu. Unë po du me u rikthy pak doktoresh te ajo që e diskutojmë shumë shpesh, teknologjinë, por teknologjinë në raport me fëmijët e moshave shumë të hershme. Në të muajve të parë rrallë diskutojmë, a ndikon teknologjia tek këta fëmijë? Po ndikon teknologjia, nuk është e preferueshme as ofrimi i teknologjisë te fëmia ndër 18 muaj. As një orë, as një minutë. Nuk ka nevojë fëmia për teknologji, nuk ka nevojë fëmia për zhurma, për filmat vizatuar, për ato këngët me zë të lartë. Do të thënë edhe do të thënë ekspozimi i fëmijëve shumë të vegjël ndaj teknologjisë i ka do të thënë i ka anët e veta negative. Por edhe përdorimi i teknologjisë nga ana e prindit edhe kur nuk i largohet vëmendja fëmijës në kohën kur fëmia është në moshë shumë të re, është i dëmshëm. Do të thënë përveç që është i dëmshëm për përdorimi nëse ja ofron teknologjinë bebit, është e dëmshme edhe nëse ti vetë je në telefon e nuk i kushton vëmendja atij fëmije. Do të thënë përveç të mirave që i ka teknologjia, do të thënë informatën dhe tjerat, nga një herë largimi i vëmendjes dhe dashurisë ndaj fëmijëve është i dëmshëm edhe përdorimi i tepër, domethënë normalisht që po na shkakton dëm. Deri në 18 muaj nuk guxon te fëmijët të ekspozohet ndaj asnjë mjeti, domethënë as televizori, as telefoni. Edhe këto zhurmat e bardha nuk është që i kam qef se nganjëherë pi shoh nanat me ato farë që lëshojnë zhurmën e bardhë te fëmia, nuk është që ka shumë nevojë fëmia për atë zhurmën e bardhë sa është i ekspozuar në kohën e sot, në ditët e sotme. Normalisht është me preferueshme qetësia te fëmia, dashuria, edhe nuk keni nevojë të friksoheni se mos po mësohet fëmia me mbajt në dorë. Në muajt e parë nuk din fëmia të mësohet apo mban dora. Dashuria që i ofrohet fëmijës ditët e para është shumë e rëndësishme edhe për zhvillimin psikomotorik të atij fëmije. E bukur kjo, me të vërtetë nuk është nevojshme që ne të shqetësohemi se po i mbajmë shumë tepër në duar, me rëndësi është ta ndjejmë ngrohtësinë dhe dashurinë e aromën e nënës. Shumë është me rëndësi se kur kemi edhe kontakt me fëmin, lirohen hormonet e dashurisë serotonina, që është shumë e rëndësishme edhe te fëmia dhe te nana, mandej domethënë ajo është shumë e rëndësishme edhe për zhvillim të inteligjencës të fëmijës. Fëmia që prekën, që kanë dashuri më të madhe, janë më inteligjent. Pastaj është edhe ajo aroma e bebës, doktoresh. Ma, të shkrihesh krejt. Po kthehemi doktoresh, e përmendet pak më herët gjumin dhe zhurmat e bardha, por mua çka po më intereson është temë shumë e diskutuar, çështja e ndërlidhjes së gjumit me sjelljet e fëmijës. Ka fëmijë të cilët kanë një cikël
të rregull të gjumit, një orar të caktuar të gjumit. Ka edhe fëmijë, prindrit e të cilëve thuan se kurse si nuk fle, kurse si nuk i vendoset orar. A i vendoset çdo fëmijë orar apo ka fëmijë që Orari vërtet i gjumit nuk si mundet vendoset? të vendoset te fëmia 1 muaj ose 2 deri në 3 muaj mund të fillohet të vendoset një orar i gjumit. Në ditët e para fëmia flen, domethënë vet prej 14 deri 20 orë i ka gjumë dhe shpesh zgjohet se ka nevojë me pi, ka nevojë të ushqehet. Shpesh ju them nanave dhe nëse çdo gjysore çon bebi don me pi, duhet me ushqy bebin, po normalisht ditët e para zgjohet më shpesh, ndërsa pas 2-3 muajve mundesh me bo përpjekje me vendos një orar të gjumit. Mirë, po përpjekje për me vendos orar të gjumit ose orar të jetës është mirë me fillu prej vetes, e mandej edhe fëmis. Domethënë, edhe nëse fëmia e sheh që krejt shtëpia jon zgjut, edhe fëmia është vështirë me u vendos në gjumë. Domethënë, ti pendon prej krejt aktivitetit shtëpisë edhe po don me qit me fjet është vështirë. Domethënë, është mirë me u vendos orare edhe prej anëtarëve tjerë të familjes, e mandej të vendoset e bëhet një ambient ku mund të çka me Bokulum Barcelona. Kur lunë Qysh me qitë Barcelona burin gjom nuk ka faj fëmia, ma ndej që nuk është i qetë, ose bën zhurmë, ose ka me qajt natën, ose s'ka me qenë i qetë nesër ditën. Sigurisht. Me të si ju ka prish qetësia. Sepse janë gjithmonë këto arsjetime që gjithmonë ka me dalë diçka, o është një mysafir, o ka me lut një lojë, o diçka e tillë, dhe besoj që prindërit duhet me vendos. Prej rregulli duhet mu vendos prej prindëve e pastaj edhe te fëmia. Dhe pastaj po du me fol pak edhe për këtë pjesën që e kalon nivelin e trajtimit neonatologjik, po dalim pak në aspektin pediatrik, sepse ju jeni sigurisht mjekë neonatologe pediatre, që do thotë se vazhdon përcjellja e fëmijëve tek ju edhe pas kohës kur kalon ajo faza neonatologjike. Doktorish, ushqyerja, fillimi i ushqyerjes është shumë i rëndësishëm, është një hap i rëndësishëm drejt zhvillimit të shëndetshëm të fëmijëve dhe krijimit të shprehive të shëndetshme. Si duhet me anis? Si duhet me fillu ushqyerja prej gjithënjes, do me thënë është shumë e rëndësi që fëmia në fillim në ditët e para të ushqehet me qumë zgjirit e 6 muajt e parë të ushqehet me qumë zgjirit. Mandej fillimi i ushqyerjes me ushqime të qollta është pas muajit të 6, do me thënë. Edhe këtu e kemi një bashkëpunim shumë të mirë me nanat, shpesh fëmijët që i përcjeli, mandej kur fillon muaji 5-6, do me thënë varësisht është duke ushqyer fëmia me formula apo me qumë zgjiri, do me thënë duhet filloj ushqyerja edhe me ushqime të qollta. Prapë edhe pse fillon ushqyerja me ushqime të qollta pas muajit të 6, gjysmën e nevojave energjetike i plotson qumshti i xhirit. Mandej fillimi do me thënë duhet të bëhet me qullra, mandej prej muajit të 8 mund të jepet kapa grimca, gjithmonë ushqimi duhet me do me thënë i shëndetshëm. Së pari mund të jepen dritra, perime, pemë të fëmia. Gjithmonë fillim është në formë të puresë. E mandej, do me thënë duke u rritur fëmia duhet vazhdohet edhe me grimca që duhet të mësot fëmija të përtypet e pastaj të vazhdon. Se tani edhe me këto mjetet e informimit e shohim prap fëmijë që janë mbi 1 vjet deri në 18 muaj që ende nuk mund të përtypet se është mësuar veç me ushqime të qollta. Do të thënë përveç prej fillimit që duhet të ushqehet mirë me qumshgjirit, pastaj qollta dhe çdo fazë e zhvillimit i ka nevojat e veta, nuk duhet të kalohet se jo nuk e don, jo e don, do të thënë duhet më ofru ajo që është e duhur adekuatja pra. Sidomos është shumë e rëndësishme që të kemi një edukim mbi këtë fushën e ushqyerjes së fëmijëve, sepse siç thuhet në hapat e parë marrim ato hapa që do i ndjekim edhe më tutje. Është shumë e rëndësishme që të fillon edhe të bëhet edhe rregulli i ushqimit, po edhe mos do të thënë mos tentojmë që gjatë kësaj kohës së ushqyerjes ta mbajmë edhe higjienën shumë të pastër, ta pastrojmë gojën sa herë të ushqejmë bebën, do të thënë le të shijojnë edhe gjatë çdo periudhë të jetës edhe fëmia. Sigurisht. Doktorish, po më intereson edhe diçka tjetër. Fëmijët të cilët kanë alergji në ushqime të ndryshme dhe përflitet një lloj ndërlidhje mes fëmijëve që mund të kenë alergji tek veza dhe pastaj marrja vaksinës së 1 vjetorit. Si qëndron kjo?
Normalisht vaksina e 1 vjetorit I ka disa proteina që janë të ngjashme me proteinat e vezës. Normalisht fëmia që është alergji në vezë duhet të testohet prapë dhe të shikohet a mund ta merr vaksinën e MMR-it për shkak se po ajo ka proteinat të njëjta që I ka dhe e bardha e vezës. Do të duhet e bardha e vezës testohet rreth muajit 11-12 e pastaj atëherë ka kohën edhe ta merr vaksinën. Shpesh e shoh që kanë tendencë nënat me thënë që është alergji në vezë edhe nuk mund ta merr vaksinën, janë shumë të rralla, do të thënë nuk janë aq signifikante sa tani po shpreh. Kjo krejt është me qëllimin që të mos jepet vaksina, sepse po e presin 18 muajshin e parë, me idenë që le të thot fjalët e para, sepse është kriju kjo ideja e gabuar që ka një ndërlidhje me autizmin. Ajo është edhe për neve është pak ma e vështirë kur I themi me marr vaksinën për shkak kësaj dezinformatës e autizmit. Shumë shpesh kur I bën fëmia 1 vjet e sjellin kontroll edhe atë jap se mos autizmi ajo ka qenë një dezinformat që e kanë përhap një herë dhe mandej tash tërheqe nëse mundesh. Sigurisht është ajo që unë gjithmonë mundohem me thonë kur kam mjek këtu është që ta jap edhe një herë informatën se si ka ardhur deri te kjo përhapja e kësaj. Ai ka qenë një hulumtim që mandej ka dalë, domethënë është i paguar dhe ka pas domethënë qëllime jo të mira për shëndetësinë e popullatës përgjithësi, ajo ka qenë fiktiv, nuk ka qenë sakt, është tërheq prej domethënë publikimeve, po prap dëmin që e ka shkaktuar publikim është vështirë tani më kthy. Para mendojeni edhe personi që e ka bërë publikimin del thotë që okay, nuk është që shkam thonë, po e tërheqi. Ndërsa janë të tjerë të cilë vazhdojnë. Unë kam familje, do me thënë paciente që e kanë në familjen e saj. Krejt fëmija që janë të vaksinuar nuk kanë lidhje asnjëri me autizëm. Fëmija I pa vaksinuar ka, do me thënë, ka çrregullime spektrit autik. Ajo është mirë dhe ajo non me dalë me tregu se fakt është që nuk ka lidhje vaksina dhe autizmi, nuk kanë lidhje. Autizmi është smundje genetikisht e determinuar. Do me thënë nëse dyshoni mund bëhet analiza për smundjen për autizëm, nuk ka nevojë çdo spektër, çdo çrregullim I sjelljes ta lutohet për autizëm. Të ndërlidhet me autizmin fiks dhe është shumë e rëndësishme që të mos shpërhapim panik sepse tashmë edhe në rrjetet sociale po I shoh nana të cilat thonë okay, e kam bebën që nuk më shen në sy ose unë e thras dhe nuk kthehet, po sigurisht nëse është I përkushtuar në diçka ose ja kel shumë televizorin, s'ka me u kthy. Jo, nuk ka. Shumë e rëndësi nanave mu largu këto farë televizori, telefoni edhe mandej e sheh a është për një me, a ka çrregullime apo ka pas çrregullime për shkak që na je kemi pas çrregullime. Doktorish, para mendoje sikur unë jam një prej nënave që I sjell fëmijët në vizitë dhe të kërkohet një mesazh I kompletuar për shëndetin e fëmijëve të mi. Çka kishe me më thonë? Do me thënë një foshnjë që e kam kontrollu edhe tani një mesazh që unë duhet me mbajt për gjithë jetën në mend. Shpesh edhe prindve ju them, do me thënë kjo bibe është e shnosh, tani do me thënë keme ushqy, me mbajt edhe shpesh I themi knaqu me te, do me thënë shijoje procesin e mëmësis, shijoje procesin e rritjes së fëmis, edhe normalisht I bart edhe përgjegjësit për rritjen edhe edukimin e atij fëmije. E bukur kjo, shijojeni. Kjo është një mesazh I jashtëzakonshëm sepse rrallë kush të thot ta shijosh. Dhe të gjithë ne gati harrojmë ta shijojmë duke u shqetësuar shumë. Shqetësimet janë më shumë të panevojshme se sa që janë shqetësime reale. Më mirë është ta shijojmë fëmijën. E bukur kjo. Doktoresh, nëse nuk e di çka më shtu ishte kënaqësi jashtëzakonshme. Faleminderit, kënaqësia ishte e mia. Ishte edhe ky një podcast I kësaj jave me doktoreshën Emirjeta Bajrami. Kemi biseduar për rritjen dhe zhvillimin e fëmijëve që nga moshat neonatologjike, pra nga lindja, sepse doktoresha është neonatologe dhe pediatre dhe pastaj edhe përcjelljen dhe zhvillimin e tyre në vazhdimsi. Një falënderim dua të bëj për Spitalin Fatihemi, I cili e mbështet podcastin Mekas. Spitali Fatihemi gjeni në rrugën Brnë Çagllavic, atje ku sigurisht mund të gjeni mjek të profileve të ndryshme, ginekolog
pediatër, neonatolog, kardiolog, kirurgji e fëmijëve, kirurgji torakale dhe shumë profile të tjera, por edhe laboratoria e mëri dëshmuar ndër vite. Për më tepër mund të kërkoni në rrjetet sociale aty ku do të merrni edhe më shumë informacione dhe sigurisht mund të bëni terminin tuaj. Mos harroni, nuk është ideja gjithmonë të trajtojmë sëmundjet, ideja është edhe të parandalojmë sëmundjet. Dhe kjo në kuptojmë vizita të vazhdueshme tek mjekët. Dhe deri javën tjetër, miru dëgjofshëm, miru takofshim. Na ndihni në rrjetet tona sociale, në Facebook, Instagram dhe në TikTok, Glam Radio, por gjithashtu edhe në kanalin ton zyrtar në YouTube.